Përshëndetje të gjithëve, do të vazhdoj me sekuencën pyetje-përgjigje në mesazhet e mia. Sigurisht pa emër. I pari më shkruan: Doktor, përshëndetje, jam 55 vjeç dhe kam kolesterolin shumë të lartë, 350 trashëguar nga nëna ime. Mjeku më tha se në fazën fillestare, herc klape në klapa, ultrashall, megjithë atë nuk ndihem keq. Atëherë, i dashur, janë dy gjëra të ndryshme që më ka shkruar. Herc klape, që do të thotë në gjermanisht klapa e zemrës, nuk ka lidhje me kolesterolin. Besoj se klapa që është në gjendje fillestare do të më thuash dhe ke dhe kolesterolin. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Klapa në gjendje fillestare nuk është problem, thjesht duhet kontroll i rregullt. Nga ana tjetër, kolesteroli 350 është i lartë, por ajo që dua unë nga të gjithë ju të dini është që më e rëndësishme nga të gjithë yndyrnat është kolesteroli LDL. Dhe mjekimi bëhet sipas vlerës dhe si bëhet një kategorizim i rrezikut të pacientëve, sa risk ka pacienti, dhe tek pacientët që janë shumë në risk, do të thotë për shembull ata që kanë pasur një infarkt të miokardit ose ata që kanë stent, sugjerimet janë goxha më të ulta, pra nën 55. Më përpara është thënë nën 70, tani thuhet nën 55. Një tjetër më shkruan: Përshëndetje doktor, XX emri, nga Elbasani jam, kam 10 vite që pi Menartan, është një sartan plus me shkarkuz, domethënë, dhe një konkor. Tensionin e kam mirë, 12/7. Problemin e kam kur fle gjumë, rrajt e zemrës më rriten deri në 140. Çfarë më këshillon? Mosha 57 vjeç. Unë në këto raste sugjeroj gjithmonë bërjen e një holteri 24 orash. Në këtë holter të shikohet, pra një EKG 24 orashe, dhe të shikohet në atë momentin kur është frekuenca e zemrës 140, a është një çrregullim i ritmit të zemrës apo jo. Në qoftë se është një çrregullim i ritmit të zemrës, duhet të trajtuar, sepse 140 natën nuk është normale. 140 në qetësi nuk është normale, është diçka. Mundet të jetë thjesht takikardi sinusale, që nuk është në vetvete çrregullimi i ritmit të zemrës, por prap duhet trajtuar, duhet të rritur doza e beta bllokuesit, ose në rastin tjetër mund të gjendet një çrregullim i ritmit të zemrës. Një tjetër më shkruan: Përshëndetje doktor, desha me ditë nga ti, jam 46 vjeçe, kam vu 3 stenta që 6 muaj, por trupi më bëhet krejt zi, mavjosje, shenja sikur të ndodhi që vraum. Edhe na nxjihet shumë, ama shumë krejt shenja trupi me mavjosje. No përgjigje dua nga ti. Jam nga Kosova, kam bërë pyetje doktorit që më ka vu stentat, po më ka thënë nuk është gjë. Me të pyet ty nëse mundesh përgjigje, a është rrezik? Atëherë këto janë pacientët që vënë stenta, ke 6 muaj që ke vënë stenta, me siguri je akoma me një terapi duale, që do të thotë merr 2 në thonjza holluz gjaku. S'është tamam holluz gjaku, është ajo që quhet ndaluesi agregacionit të trombociteve, që është si rregull aspirinë, dhe një tjetër që është mund të jetë Plavix, klopidogrel, ticagrelor, në varësi të si ta ka dhënë mjek. Dhe prandaj këta pacient kanë një rrezik më të lartë, domethënë një goditje e vogël të bëjnë hematoma të vogla, dhe prandaj i ke këto. Shqetësuese nuk më duket. Unë do të bëja një kontroll gjakun komplet për të parë nëse trombocitet janë në nivel normal, dhe një kontroll të asaj që quhet në gjermanisht Gerinnung, dhe në shqip është hollimi i gjakut, ku futet INR-ja dhe Quick. Pra, trombocitet, INR-ja, PTT-ja, Quick-u. 4 vlera duhet bërë në laborator. Nëse këto dalin normale, nuk është gjë shqetësuese.
Një tjetër më shkruan: "Përshëndetje doktor, uroj të jeni mirë. Kam bërë kontroll rutinë babait e spitali Shefqet Ndroqi, konkretisht CT toraks, aorta ascendent 47, para 6 muajsh ishte 45. Mjeku më ka thënë që duhet të përsërisesh CT mbas 6 muajsh. Të lutem më jep një sugjerim si të veproj, a është qetësuese. Gjithashtu, në bronke ka 2 lezione 5.7 dhe 6.2 mm, për këto nuk bën koment fare. Pas 6 muajsh na thënë duhet sërish CT toraks. A është qetësuese nga eksperienca juaj? Ju falenderoj pa mas." Atëherë po fillon pak nga pak të shkoj në atë kufirin që mendohet operacioni. 47 është akoma pritje si terapi, por ajo që nuk më pëlqen është që në 6 muaj është smadhuar me 2 mm. Sigurisht, në momentin që ekzaminimi bëhet në të njëjtin vend, te i njëjti mjek, është akoma më mirë sepse heq atë subjektivitetin që ka çdo ekzaminim. Po unë do isha konkretisht për kontroll mbas 6 muajsh dhe në varësi të kontrollit vendosja për operacion. Këto 2 lezionet që janë, nuk di çfarë të them, ndoshta në qoftë se nuk dyshohet për tumor, nuk janë shqetësuese. Ndodh shumë shpesh që pacienti kalon një infekcion dhe ato mbeten pak ato limfonodulat. Nuk di ta them konkretisht çfarë mund të jetë ajo. Por që kontroll pas 6 muajsh dhe kontakt me kirurgun e zemrës. Përshëndetje doktor, pata një pyetje. Proteinat gainer mass dhe kreatina, nëse përdoren në masë të vogël, a e dëmtojnë shëndetin e zemrës apo në përgjithësi shëndetin? Nuk e dëmtojnë shëndetin, pa merak. Doktor, në masën e duhur, dhe te pacientë, te njerëzit që kanë dhe nevojë, të ata që merren me sport. Madje kreatina ka efekte shumë të mira. Përshëndetje doktor, më shkruan një tjetër, Muna me Kutaku, me ty kam shumë pulsin e lartë 160 pulsin, shkoj te mjeku, ma bojnë haka gen zemrës, të më falni, thoj su kyk është panik apo ankth prej stresit, këtu su e di. Unë mjekve suedez do u besoja qik, me thënë drejten, po ajo që sugjeroj në këto raste është kryerja e një holteri, është e thjesht fare, një holteri 24 orash, dhe në momentin që është frekuenca e zemrës 160 të shikohet në qoftë se është një çrregullim i ritmit të zemrës apo jo. Atëherë, duke qenë se video arriti atë minutazhin e vet, ju falenderoj të gjithë ndjekësit dhe për komentet e mira në videon e mëparshme dhe do të vazhdojmë këto video të tilla, kështu që mund të më shkruani.